أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين Allahun e lartësuar e falenderojmë, salavatet selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë. Vazhdojmë me dersën e tretë në këtë seri ligjëratave para taravis, e që titulli i tij është kujdes nga agjerimi i barkut bashkë me agjerimin e zamrës. Për fat keq ndodh që na agjerojmë me bark, po s'agjerojmë me zemër. Gjymtyrët e brendshme tonat bëjnë mëkate. Nuk ndalen pe harameve, edhe pse jemi në muin që duhet mi lënë do halale për i Zotit Zotit. Halalin me lënë për i Zotit Zotit. Çka halal? Buka, uji. Halal e kemi jashtë Ramazanit. Na për i Zotit Zotit e lam, bukën edhe ujin. Në anën tjetër zemra jon nuk agjeron. Çka? Fol keq, menon keq, shtin keq, nxit keq. Subhanallah. Andaj po thot kujdes, le të agjerojnë zemrat para se me agjeru barke. Thot nashta thot barki nuk mushet me ujë në ditë Ramazanit, sa të agjeru, por zemra mushet me urrejtje për vëllain musliman. Zemra mushet me përçamje. Nashta gjuha nuk e shijon ushqimin, as pijen. E ke pas sa gruaja na pyet neve, hoxha ban me e prek me majet guhës, ushqimin. Luga me gjell, me sup, edhe me pru, me prek, qështu, me këshyra ka kryp. Ban, lejot, me pështyma së ne, jo me qute poshtë, thjesht me nuhat, me, shme thonë, me shiju, po. Është e lejume. Më tha dikush a duhet 6-7 herë me pështy, 2, 3, jo. S'ka nevojë, një herë u kry puna. Jo vezvese mu bo, jo vezvese. Sa të kujdesshme janë motrat tona, nonat tona, që mos me shiu qëta. A thu janë të kujdesshme që e gjumë, mos mu bo sebeb me prish burrin pi grus, gruan pi burrit. A keni jo e filane, qika filanit kështu. A keni jo e filanen, reja filanës kështu, mos bre. Po, hajde lajme i shkan ati, ose asaj, edhe mësa në vëllajar deri tek ndamja. Pse? Kish një e burri saj se gruja ati kish pas shkru me filanve, kush me ka morën vesh, kish pas thonë gruja filanit, filan ditën, filan darsmen. La ilaha illallah. Mos, guha i ban këto. Prandaj po thot, rregulli, para se me nal gjuhën, mos me hangër, mos me pi, mos më mush barku me ujë, ruje zemrën, mos më mush zemra me urrejtje, me përçamje, me inat, me armiqësi. E tash do ta shohim se çysh mujna me mri deri që aty që me largu hasedin, zilin pi zemrës. A kemi në raste kur njeriu buk s'ka me hongër, mashallah në kemi, ju dini. Shkën merë kredi, e merë bërgjë, e i le fëmit pa ilaqe, pa mi ble nusës dukat, ose fistana, për filon martes, për shembull. Se na jetojmë për halkun, na jetojmë për inatit të tjerëve, na nuk jetojmë për vete. Nëse jetojmë për vete. Kur jeton për vete, kur ty nuk t'intereson, kretve ja u dënë të mirën, për kërkan nuk t'intereson që ka bo filone, që ka bo fisteke. Në mufsha me ta thonë një fjalë të mirë, ta thamë. Në mufsha me ta animu diçka, ta animaj. S'muj me ta animu, nuk të përzijem punë të tua. Edhe jetoj i qetë. Kur të më kap zilia për ty,
je bo ma mirë se une, nështë ti ke punuaj ma shumë se une. Po mu më ka ka pak zilia, qka bëjt, du të me shnoshën e zamrën. Qështë e shnoshë? Tash do të shojmë. E shnoshë e zamrën kur unë qohëm edhe atër kur s'ta du ty të mirën, unë jam të plasë pëse ti e bo ma mirë se une, unë e qohëm edhe bëj doa. Bëj doa për ty. Kjo nuk o kollaj, pasha Zotin. Provëne, 7 ditë meren me bo doa për një person që Allah s'ka bo kur gjaj. A s'ka bo kur gjaj, ajo është në punën e vetë. Po që ty t'ka kap dyqësh zilia pësa i ka bo një kërmat mirë, një diqka. Ka kap qashtu. Shetoni ka gjithë që aty derën qelë. Qka me bo? 7 ditë resht. Fal namaz edhe bën doa për ta. Po në spedu. A dush me shnosh zamrën. O Allah, ruje filanin. O Allah, që ato të mira që e ke dhonë shëmoja. Mës ja merë. O Allah, të mira që e ke dhonë mës lejo që ato të mira me deviju ato pi udhës tone. Mës e lejo me deviju. O Allah, të mira që i ka shtoja. Vjen një melaqet e koka jote, që ti e ke pastru zamrën. A jemi të folë për agjerimin e zamrës. Para se me agjeru gjuha edhe barke. Zamra me agjeru. Vjen një melaqet e koka jote dhe thët, u aleke mithlu, edhe ty qashtu. O Allah, merja filonit, theja qafën filonit, melaqet thët, edhe ty qashtu. Edhe ty qashtu, Zotit a thef qafën edhe ty. Ama thush ti, o Allah, shtoja filonit. Melaqet thët, edhe ty qashtu. Duaja jote, ka mundësi nuk bëhet kabull. Se mund me pas ti më kate, gjunaqar, unë jam gjunaqar, ti e gjunaqar, ne jemi gjunaqar. Mundet mës mu bo kabull. A duaja me laqës të koka, gjithë bëhet kabull. Prandaj ulemat, një prej strategjive që kanë thonë për me të pranu duaja, kanë thonë bën dua për vllazërit e tu besimtar. Që me laqë me bo për ty. Duaja jote mundet mës mu bo kabull, ama me laqës po. A është kjo hile, nuk ka hile. Po ne po lutëm për tjertë, a unë e kam qëllimin me laqë më lutë për mu. Na, është lutu. Allah e di që ti përbësh pak qështu, drifta. Pse po të le Zoti? Se Zoti e di që ti përdere se e të bëhë për vllahën tanë, ty ka me të shnosh zamra. Ty ka me të shnosh ka daldale zamra. Ka me të përmirësu zamra. Manin men, kërkush kërkuj nuk ja merr riskun. Në gjëma e përmenem, kërkush kërkuj. Pasha Allahin, se cilë e ka riskin e vetë. Veç ti është na bëmi hor ka pak. Të ja pas zilin një tjetërit. Gëzohu. E kjo dhe më thonë, urejtjen, zilin, hasedin, përqamjen, largane. Let agjeroje zamra. Pra, thëmë, një mujt dit, kanë të asha ka me bo doa. Ka me bo një regull, pse be filoni, ka murë, e zoti adhasht, e zot jepja. Djali filonit. Cili prej neve, a keni provu, ju lutëm provojeni, ju e qeni matë vjetër, 30 vjetë për pjetë, 40 për pjetë. Atë ka bova ki me një djallë dvogël, si a i qertë në gjami, Allah i rujtë, me marrë një dita djallën, rasështi, ku i e për birë? Valla jam i filonit, mashallah, a falë është te? Shamullah i thëtë, që du të më falë, angë është babën te, du të me dojë Zotin shumë, ti me ngu du të babën tanë shumë, ti du të kështu, fali ati, s'ka lidhje ti anëgjohesh ajo, nuk ka lidhje. Ti e i dobeshëm, qaj fëmi nuk ka me harru kur se ti e ke këshillu. E ti kur i këshillan fëmijët e tjerë, Zoti ka me t'i rujt fëmijët e to. Nuk shkot veç une, veç për vete. Tu ban dua për të tjerë, Zoti t'i udhëzon tut. Edhe thot njëherë një djetar e ka pa një zotni shërptorin e vetë të i bërtit. Për i bërtet shërptorit. I tha, o filan, Ramazan, ti tha e kenal hajen e pijen, po se pas kenal ofendimin, të shanën e të bërtitën e ofendimin. Tha ti, pse o burë pe lodhë barkin tanë? Pse pe len thot barkin? Bile dha prish e kretë Ramazanin. Edhe për fund, se u afru koha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose para kësaj, Allahu ka thonë Kur'an, ka marrë një ditë që s'ka me të vytë pasonia as e vladet. Përveç
kush shkon te Zoti me zemër të pastër, nuk ka thonë me bark that. E ke pas sa njeri agjeran, mu likështu, djetë, barkin me tha, jo, me tha pi smujeve, me tha pi, aty ku e di qka zorët i kanë marrë, telashe i kanë kriju bës përmenin e emën në smujes. E dhe thot, po agjeraj se po mbën mirë për mu ka zvoglu barke. E keqa që konë bark, o largu. E keqa që konë zamra, e ke largu. Allah i përdhat në ditë kiametit, ka me të bo dobi veç kush vjen me zamër shnosh, jo me bark të rafsh, edhe me muskoj aty. Jo. Me zamër të shnosh. Ani shnetës, du të mja mu menën, edhe ushtrime me bo kretë në rregull. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë hadith, njeri më i mirë është ai që ka zemrën e pastër edhe gjuhën e sinqertë. Nuk rranë, vëlla, fol drejt. I kanë thonë mahmumul qalb, se kanë kuptu sahabët, unë e përktheva zemrën e pastër, se kanë kuptu sahabët, ja Rasulullah, çka është kjo fjala mahmumul qalb? Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, është i devotshme, i pastërti, ai që s'bën mëkate, ai që nuk ja ka inati kërkuj, ai që nuk fol për kërkan, ai që s'ka hased zili për askand. Që kë? Më i mirë njeri është ai që është paq me tjerët. A ke pa do njerëz kret populli da. Janë do burra që me kret bëjnë. Kret e respektojnë e dojnë. Pse? S'ma inati për kërkan. Kretve u folë, që shia e mirë, këti ati tjetër, ti respektan. Nuk ma inati. Edhe për fund, nëse dënë ma gjeru me zemër, e jo veç me gjuhë, bëni këto 3 ushtrime. E para, ushtrahu mi fal njerëzit. Në çdo akşam, në Ramazan, që tash, kur bjen me fjetë, thu, jo Allah, sot, kush çka më ka bo, halal jëm të ja bo, Zot. Provoj çdo akşam. Pe i fali, që ti me më falë mu. E dyta, kujdesu zgedhi me gjlisët kur rish, bënja vetës obligim, në gjdo neje, ku shahët dikush, ofendohet dikush, përqeshet dikush, ti qupja aty. Bënja vetës obligim, mos me najtë, që me tu shnosh zamra, mos me tu smu, se ata virusat t'japin, a ke pa me maska që shrishme, se virusat i lëshojnë, smuat zamra, edhe fundit, me bë dua për ata që ju rrenë. Thash, dikan nuk e dush, bën dua. Bën dua për ta, Allah ka me qëti me e dash qatë person nëse e tu e urejt këtë, pa nevoj. Këto e në disa këshilla për sot, lusë Allah që të na falet, në i prana ibadetet, walhamdulillahi rabbil alamin.